25 familje të cilat jetojnë në shtëpinë e ushtarakëve në Shkodër duhet të lirojnë banesat, pasi ajo është shitur nga shteti duke u dhënë për privatizim. Ushtarakët, të cilët janë qirapagues të rregullt dhe janë futur në urdhra bllokimi nga vetë shteti, shprehen se pas shumë viteve punë në forcat e armatosura, po lihen në qiell të hapur pa ju dhënë asnjë mundësi alternative strehimi, çka është e papranueshme për një vend antar në NATO. Ato kërcënojnë me masa ekstreme nëse detyrohen forcërisht të lënë banesat. Kom 20 vjet me gjitha dokumentat që paguaj rregullisht për këtë shtëpi. Ti thon shtet, antar i NATO-s, e të hedhësh oficerë me familje, me vitet tona që jetojnë këtë shtëpi. Dhe kjo pa emën, nuk e thon vuna, shtëpia ushtarakëve. Nuk i thon shtëpia katilave, as shtëpia Gjerma Kaxhunit, as e Justin Milloshit, po i thon shtëpia oficerëve. Dhe ne kemi la me gjatat uniformë. Ka 5 vite që jetoj paguaj qiran rregullisht, i kam letrat si e pas 3, as na ka marrë kush parasysh. Kështu që me fëmijë rrugë mollën e nuk dalim. Vesh një rraf se na mysin mrena. Unë jo për vetin. Ata munden vesh një na vrashin se ndrysh nuk dalim. Ot na strehojnë, ot na paguajnë qirajat, ot na çojnë dikon. Pas na vardë shkres, na ka thënë që me liru shpinë ushtarakët janë pagu pare të dhe ka data 21, të më thënë 3 ditë para vjetër që janë pagu pare, na vardë shkres me tusë. Po do shkojnë, ka të rritë në tim gjatë vërë. Vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare, përkatësisht më datë 21 qershor, është firmosur për privatizimin e kësaj prone, e cila deri tani ka qenë shtetërore, duke harruar fatin e 21 familjeve të ushtarakëve, të cilët pas shumë vitesh kontribut shpërfillen në mënyrën më të turpshme që mund të ekzistojë. Vetë ushtarakët thonë që ata asnjëherë nuk janë vlerësuar sa duhet, duke jetuar në kushte të mjerueshme, ndërkohë që tani lihen në qiell të hapur pa asnjë mundësi strehimi.